Pavarësisht paralajmërimeve të ekzekutivit se fillimi i këtij viti do të sjellë edhe lëvizje të reja për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve me Bullgarinë, ende nuk ka aktivitete konkrete në këtë drejtim. Presidenti i mëparshëm i Bullgarisë Rumen Radev në një intervistë për gazetën gjermane Berliner Zeitung deklaroi se Bullgaria dëshiron që Maqedonia e Veriut të bëhet anëtare e Bashkimit Evropian sa më shpejt të jetë e mundur. Ai theksoi se hyrja e tij në politikën parlamentare përfaqëson një përgjigje ndaj pritshmërive të qytetarëve bullgar për një shtet demokratik, modern dhe evropian, si dhe për përshpejtimin e integrimit evropian. Megjithatë, Radev ka rikujtuar se sipas konsensusit evropian të korrikut të vitit 2022, i ashtu quajturi propozimi francez, Maqedonia e Veriut duhet të ndryshojë kushtetutën e saj dhe t'i përfshi bullgarët në mënyrë të barabartë me popujt e tjerë në preambul dhe vetëm atëherë mund të fillojë negociatat për anëtarësim në BE. Ky është një proces i vështirë, por i domosdoshëm, dhe ne do të donim ta shihnin Republikën e Maqedonisë së Veriut në BE sa më shpejt të jetë e mundur. Nuk duam kufi dhe pika kontrolli kufitare, por duam që njerëzit nga të dyja anët e kufirit të mund të jetojnë, punojnë dhe komunikojnë lirshëm së bashku. Kujtojmë se Maqedonia e Veriut dhe Bullgaria kanë konteste të pasgjidhura që lidhen me interpretimin e historisë, identitetin kombëtar, gjuhën dhe të drejtat e pakicave. Para kontestit me Bullgarinë, vendi kishte kontest shumë vjeçar me Greqinë. Vendi u detyrua të ndryshojë emrin e shtetit në mënyrë që të zhbllokohen proceset euroatlantike të Maqedonisë së Veriut. Tani qeveria e VMRO-DPMN-s kërkon garanca nga BE se nëse plotson kërkesën e Sofjes për futjen e pakicës bullgare në kushtetutë, nuk do të përballet me kushtëzime të reja.